70-vjeçari Niko Hoxha u dhunua në ambientet e lokalit të tij në Llakatund ndërsa ka bërë denoncim. Ngjarja u regjistrua mbrëmjen e të martës, ndërsa gjithçka ndodhi në momentet e një feste brenda ambienteve të lokalit. 70-vjeçari Hoxha tregon momentet kur edhe ndodhi ngjarja, ndërsa sipas tij, autori, i cili quhet Shpëtim Danaj, erdhi në ambientet e lokalit dhe pas një arsye goditi fillimisht një person tjetër që ishte këngëtar e më pas 70-vjeçarin. Vetë Hoxha tregon se gjithçka ndodhi pas një arsye, ndërsa thekson se nuk ka konflikte me personin që e dhunoi apo me shtetas të tjerë. 70-vjeçari thekson ashtu se për këtë ngjarje kërkon që gjithçka të lihet në dorë të drejtësisë. Unë quhem Niko Hoxha. Çfarë ndodhi më konkret? Po. Para 2-3 dite më bën një kërkesë ky zotnia këtu. Më thot Niko, kemi qejf të vi me ca këngëtar edhe të bëj një. Dakord, i thash, ky fshat ka nevojë edhe të dëgjoj që muzikë. Erdhi mbrëm, shuan ato pajimet aty, fillon ato të këndonin ato vajzat. Edhe ai djali. Mbas në një orë gjysmë, na vjen një djalë këtu i zonës, quhet Shpëtim Danaj, me një tjetër. Dhe unë ngul këtu mbas meje. Po këtu isha ulur unë, edhe drejt tek mua. Po filloi Niko të keqë sa dua. I thash, "Ç'është dukesh mirë?" më tha. Në atë kohë porosit 2 birra. I thot ati 2 birra, po ti më thama, jo, i tha se nuk kam qef të pi. Jo, po da marrësh një. E po mirë, i them Bleri, më bje ma i birë. I thash, ajde gëzore, që je mirë. Edhe lash aty. Në atë kohë këngëtari ishte ngullu këtu, te kjo tavolinë. Shohun janë ngopi me grusht. Qa bëni thash? Se do dhe ti më thama, ma ngope mua. Në atë kohë, Blerimi ishte me ca shok pinte rëbën dhe mua bet me ata. U shikojnë ta, unë ngritën ata pasaj që apo, kuj filloj pasaj këtu, na gjerat më të ndyra në gojë. Keni pas konfliktën tonë në personin? Jo, nuk e di. Asnjëherë. Jo, bë denoncimi polici? Po. Erdhi policia këtu? Erdhi, po, mbrëm policia këtu. Kemi ndoj deri në 12, bëra denoncimin atje. Kur nise me Blerimi që më bjetu, më thot policia, ky ka emër tjetër. Jo, i thash, quhet Filani. Pa shkoj fotografin, se që rruajtur. Me fjalë ke qethur e ashtu. Tash i ka lënë flok për mos ta njohur. Ky është problematik në të gjithë vendin. Ta vjen andej zihen e bëjnë ndrojnë emër e mi emër. Çfarë ju tha policia? Policia boshi atë, edhe oficeri gjyqësor më pyeti, më tha Niko këtu. Po, i thash, bëra denoncimin. Më tha do merret shteti tash. Më tha do vesh tek doktori ligjor, vajta tek ai paraqita. Plus tu, në momentin që ashtu më shumë edhe më gjuri. Imagjino të biesh aty. Po rria kështu tash, kush e priste? Kush e priste që mua i të më qëllonte? Unë 70 vjeç, ai 40 vjeç. Ka bëjnë ta, të lojna bëjnë ta, pim, edhe gjëras ku të qesh të afrohet ta për të puth e të godet. Ka në një arsye? Fare, e kanë me gjitha. Për të thënë që janë jemi në këtë zonë. Janë shumë problematikë. Si quhet djali që ju quaj? Ai quhet Shpëtim Danaj. Policia mori kishte vënë emër tjetër. Vemi tek shtëpia. S'kam dalë nga policia, më tha nuk do dalësh, me gjithë Bleri. Ku e ke djalin, i tha, është në Gjermani, morën nuse. Më në fund i tha, djalin ne nuk shkojmë, nuk flasim me djalin. E kupton ti çfarë problematikë është? 70-vjeçari thekson se autori është person problematik, e njihet si i tillë në zonë, ndërsa i bën thirrje policisë të hetojë edhe më shumë dhe të arrestojë autorin e dhunimit. Nuk kërkon asgjë tjetër, por sipas tij, në këtë ngjarje të mos preken edhe persona të tjerë apo familjar. Keni frikë? Nuk është halli frikës. Unë nuk dua të bëj me njoll. Pa të dalin 300 si ai, as kam frikë fare. As ma bën syri fare. Nuk dua më ngatroj djalin. E kam në Itali, ai e dëgjoi. Edhe policia ka dëgjuar çfarë tha djali. Do nisë me avion, jo i tha. E kupton ti? Çfarë bëjnë ata? Gjejnë njerëz shumë mualif, e gjoj, i marrin me fëmijë, pastaj godisin me grusht. Ka patur raste të tjera si këto? Po, na ky, edhe na vëllezë të kia. Po, emra. 2-3 emra që mi ka thënë djali mërëm në telefon. Se ky ka qenë te djali Milan. Dhe ka thënë policia urgjentisht largohesh Armando me ata, mos shoqërohesh më. I vajt, pse i vajtën djali aty? Që ata janë shumë problem. Ka ndonjë arsye tjetër Xhaxhi që mund të ketë përplasje mes jush? Nuk e di tani. Mos janë xheloz me djalin, nuk e di. Po më ka thënë 2 herë djali që edhe mua më kanë provokuar. Unë djalit i kam thënë jo. Po që bërë dalu. Si duan ta kenë qefi? Keni merak me më thatë që nuk trëmini policisë? Nuk kam frikë merak fare. I bëj thirrje shtetit që ai person të kapet. Që këtu që ai ndron emrat.
Ngjarja u regjistrua të martën në ambientet e lokalit të 70 vjeçarit në fshatin Llakatund të Vlorës, ndërsa ai u godit në fytyrë dhe këmbë. Ndërkohë ndaj 40 vjeçarit autor të ngjarjes ka nisur tashmë procedimi penal nga Prokuroria e Vlorës.